Iftar kosovar, i shpejt, ekonomik, me tanë të mirat e Zotit. Si meni kryesore kam përgadit orez si në përkatundet e Kosovës, orez të koq dhe bukë vejke. Përgaditja e bukës shumë e thjeshtë dhe e mirë, e kam shoqëru me supë, me turshi. Kjo është mënyra se si e kam përgatitur këtë iftar. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e këtij iftarit. Në fillim bëj zirjen e mishit. Këtu kam kofsha pule, cilave ju kam largu lëkurën, i kam vendosur në tenxhere, shtoj një lugë gjelle me viket dhe ju shtoj ujë derisa të mbullohet niveli i tyre. Fillim bëj zirjen e mishit, më pas përgatisim orizin. Jam duke përgatit një orez kosovar, kur në përkatundet e Kosovës me biber të koq. Tash tenxherës ja vendosi kapakull dhe i zi zjarrit në temperaturë mesatare, i zi kofshat e pulës dikur rreth 30 minuta. Për këtë iftar kam zgjedhur që të përgatis bukë vejkne, shumë të shishme, shkojnë shumë me orez. Filloj me përgatitjen. Në një enë të madhe shtoj një lugë gjelle me sheqer, një lugë gjelle me maja bukën. Nëse përdorni ato katrore të freskëta, do përdorni gjysmën e katrorës. Shtojna 200 ml me qumësht dëvakës, 200 ml me ujë të vakët dhe përzim kështu masën mirë që të aktivizohet maja e bukës. Kam përzim mjaftueshëm, tash ja shtoj 30 ml me vaj. Janë shumë të shishme, të bëhen të buta si pambuku, ideale për iftare, si fyre, varet se si i doni, nxehta, të mira, të shpejta për përgatitje. Ja vlen mi provu motra dashura këto bukë shishme kosovare. Tash e shtoj millin. Mill gjithsej do na duhen 700-750 gram. E shtojmë në fillim do i shtoj dikon rreth 650 gram. Dhe ja shtoj një lugë gjelle jo të mbushur plot me krem dhe filloj që brumin direkt ta punoj me dorë. Shtoj dhe millin qofse duhet, siç e ceka. Kam punuar mirë brumin, ja është bërë një brum me trashësi mesatare. Tash brumi nuk do e laj që të dyfishohet, por direkt do e ndoj në kuleç apo në vejkne. E ndoj në 7 kuleç. Vetëm se cilës mundohem t'ja jap masimin një. Kam ndorë brumin në 7 kuleç, tash marr secilin kuleç, kështu ja jap formën e rrumbullakët dhe të lëmuar, duke rrokollis në mill. Këtë mënyrë veproj me gjithë kuleçet. Kam punuar gjithë kuleçet, tash marr kulaçin e parë dhe filloj që të bëj hapjen. I hapi kështu në shkopit në mënyrë rrethore, në një masi dikon rreth 30 cm. Vetëm munduhem që nga gjithë anët ja jap trashësinë e njëjtë brumit gjatë hapjes. Kështu, shumë lehtë shkon, shumë shpejt. Ja vlen mi provu.
Kam ha brumin, tash në masinë e dëshiruar, tash marr ansorët, kështu 2 ansorët, dhe i bëj në këtë mënyrë, si që po shihni, dhe filloj rrokollisjen kështu nga piramida të bëj. Dhe bëj një rolle. Këtë mënyrë, pasi bëjmë gjithë rrokollisjen, kështu me majet gishtave, shtypim qoshët, rreth e përqartë gjithë qoshët, që mos hapet gjatë pjekjes. Më duhet që të shtypi mirë qoshët, dhe si që vëreni, buka është gati apo veknat janë gati. Këtë mënyrë vazhdojnë tutje me të gjitha. Tash marr kulaçin e dytë. Dytin, tretin, këtë mënyrë vazhdoj tutje sepse pushoj mjaftueshëm. Që vëreni kulaçi i dytë hapet më lehtë, më shpejt. Më duhem që ta bëj në masinë e njëjtë. Me gjithë kulaçet veprojnë në mënyrën e njëjtë. Dhe bukt i kam vendosur në tepsin kam shtru letër për pjekje ose mund ta lini me vaj, t'i hedhni miell varet si dëshironi. Tash i vendosim sepër një pecetë kuzhine dhe i lojmë që dyfishohen ambient dhome për 1 orë e 10 minuta. Ka pushu mjaftueshëm, ja largojmë pecetën e kuzhinës dhe marrim qumsht dhe sepër e lim kështu bukën vetëm se me qumsht. Mundohem që mos t'ja prishi formën me shumë kujdes, bëj lyrjen. Qumshti i bën më të kuqremta, më të shishme duken. Aman bukë kosovare. Dhe bukt i fus në furrë të nxehtë 220 gradë do i pjeki për 20-25 minuta. Mishi është zier mjaftueshëm, e largojmë nga zjarri, tash përgatisim orizin. Këtu në tepsi kam shtu një qepë, cilën e kam coptu emët, i hedhi vaj, kështu diku rreth 50 ml, dhe fërgoj qepën kështu duke e përzirë gjera ajo sa të zbutet mirë. Qepët janë zbutur mirë, tash ja shtoj në orizin. Për sa persona gatuani, aq filxana oriz shtoni. Kam larë dhe kam pastru mirë orizin, e kam kullu kështu në kullojse, tash e shtoj dhe fërgoj kështu për 4-5 minuta duke e përzier vazhdimisht. Kam fërguar mirë orizin, tash ja shtoj një lugë e gjysmë të mesme me biber të kuq dhe përsëri e fërgoj kështu, taman një oriz kosovar. Pasi që edhe bukët veke janë recet kosovar, taman kam përgadit një iftar tradicional kosovar. E përzim kështu. Dhe tash dhe ja shtoj lëngun e mishit, marr një kullojse dhe ja shtoj lëngun, kështu duke e kullu. Është zier për 5 minuta, tash e largoj nga zjarri. Orizin e kam largu nga furra, ka një aromë shumë të mirë dhe iftari është gati. Kjo është mënyra motra dashura se si përgatis unë iftar kosovar, me oriz katuni dhe bukë vejke, të shoqëruar me supë nga lëngu i mishit, turshi, domate, hurme, gjithë mirat e Zotit. Besoj se ju ka pëlqyer mënyra motra dashura se si e kam përgadit këtë iftar kosovar. Gjithë ju që e përgadisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, i mbeqi nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.